Pasues të medjave në kuadër të aktiviteteve që Partia Demokratike e Kosovës do t'i ketë në kuvend, jam sot bashkë me dy kolegët e mi, me Atanin dhe me Altinin, do t'ja zësohemi sekretares të kuvendit, ju e keni pa dje. Përshëndetje me që dashur, mirë se veni të danë gjellin analizë, shkojnëve dhe rodhës, Blerta Deliu, Artani dhe një tjetër për Rajanin, që pas ka dhoni fjalim në bas problemeve që i kanë bo dje në parlament. Por ne do i tregojmë miq, kësaj Blerta Deliu, se kush është kjo, çfarë ka bu kjo, edhe mas mirë të këta spjegon Albin Kurti edhe Sokol Halili. Kështu që miq, shkojmë të dëgjojmë dhe një lutëm të diskutojmë së bashku. Që zhvillimet në kuvend, të cilat kanë qenë në përpjekje tona për të kthyer ligjshmërinë dhe kushtetutshmërinë. Kemi pa një Për çfarë ligje e ki fjalën, çfarë ligjshmëri e ki fjalën Blerta Deliu, se s'po të kuptoj. Nuk u kon dje dita juj, o kon dita diasporës. Do më thonë, nuk keni pas çka me lipën në parlament. Ju jeni shku dje në parlament vetëm me bo probleme. Vetëm u anku të diaspora. Vetëm keni dasht me dhez luft. Luft civile keni dasht me dhez dje. Po faleminderit Zotit, populli zgjumë. Edhe nuk ra në graskën e juaj. I falenderoj shumë, miq të dashur diasporë. Shumë ju falenderoj për këtë gjest. Tash a ka në aty që del, si nga una e VV, si nga una e AKS, e PDK, e RTK, që del pa edhe shkruan parullat pa thonat, pa qena, ajo është diçka tjetër. Nuk ka, domethënë malë ka gjithçka. Por unë e falenderoj diasporën shumë, që ka vepru me menqëri, me ditori, për ta keni big respekt diaspora ime dashur. E ti, kukullesha që ka thonë Sokol Halili, ne do vazhdojmë, fjalimin tonë, do ndëgjojmë, edhe të diskutojmë së bashku gjithë to që aty për i thutash. Shkojnë miq. Komunikat skandaloze të kuvendit. Fatkeqësisht, kuvendi është marrë peng prej një partie politike e cila s'është e vërtet absolut Blerta. Po gjithmonë po drejtohem politikisht edhe njerë po thonë, të rrithiksoj, se jo privat sens kem, as me ty, as me asnjë. Gjithmonë, unë sarë flas politikisht. Kështu që mos keq kuptohem, gjithë ata që po shajnë, po fyni, o njerëz të mirë, kujtone, analizone, menone, kur të shani, kur të shkruani, kur të folni. Ne po flasim politikisht. Nuk ka nevojë as me fy, as me ofendu, as pe anës ton, as pe anës t'ju, as një anë. Mbi gjitha jemi kreq shqiptar. Po kem drejt me bo analizë, kem drejt me analizu, kem drejt. Analiza është nosh shumë e mirë. Analiza është nosh i nimon Kosovës, i nimon popullit, i nimon qeveritarve. Po jo fymjet e sharjet. Shkojnë miq? provon që përmes diktatit të nështroj edhe administratën e kuvendit. Pra komunikata në fjallë, thot, po e citoj, në ditën e tretë, vizita e sallës plenare është ndërprerë për disa minuta, pasi deputet të PDK-s dhe të AK-s kishin zënë sallën. A peshe, që jo nuk i në ardhë me bo mirë, i në ardhë me bo keq, edhe vetë për spjegon, që ju e keni bloku dhe me thonë, kur ardhë diaspora, ju blokone kur vinë qeveritartë, kur vinë Albin Kurti, kur vinë këta, atëherë bloku, atëherë blokone, atëherë merë në vesh. Por jo kur vjen diaspora. Me këta keni hub shumë. Po ju tregoj kukullesha që thot Sokol Halili. O kukullesha për të kësë, kukullesha. Kështu që po ju tregoj, e dini edhe ju vetë, jeni mënu me bu mirë, keni bo shumë keq vetë. Neve sens të keni bo. As lëvizëve të vendose, as votuzët lëvizëve të vendose, për besë sens e keni bo. Veç a keni rritë votën ma shumë.
Se një mel tamon jeni bo një parti sikur me kom parti kriminale. Se ato që a keni bo ju dje, është turpi botës. Me ato që a keni bo ju dje, aty aty kush u gëzu, veç Vučić e Serbia. E nëse ka dikur që u gëzu, kur gëzohet Serbia dhe Vučić, atër na jenë në rregull. Veç vazhdojnë se mirë jeni. Po mi se dashër, bëni sabër, amoni e kohët, për cilën vitin fund, se në fund e ka përgjigjet. Shkojnë e miq. Plenare një kohë kur nuk ishte thirrur asnjë seancë. Dua të ndaj me ju këtë shqetësim, sepse Çfarë seance? Pse po gënjen? Pse po gënjen? Albin Kurti ju ka ftu, por çdo ditë me dokumente, me letra. Hadeni, votone presidentin. Hade të bojmë një president ose presidente konsensual. Pse po gënjen? Kom për gënjen? Është problem. O e ku kleshra për dëkës? Është problem. Shkojnë miq. ky vend, vendi i Republikës, nuk është i një partie politike. Vendi i Republikës i takon të gjithë deputetëve të zgjedhur të parlamentit, të cilët janë betuar në këtë. Shumë e vërtet, nuk i takoni partije, o shumë e vërtet. Qka ju kur këni edhe heq 20 vjetë, kuna e ka taku? Kuna? Për dhe këllit e këja kë? U hangshit, u shajshit, u thyshit, u vrashit, u gjujshit, në fund prap bashkë veç e marë për shtetin. Mësë menon për shtetin kuj tjetër. A është kështu ajo? Nëse jo, del do mantohet. Shlashit sen zez pa bo, pa fy, pa më ke vrat, ku më vrat, më ke gjut, ku më gju, ke vjedh, ke stërvjedh. Në fund, kur vike puna, u bëjqit bashk, si kur gjoja, kali me lopin, lopa me kalit, ose pela me pele me kalit që apo dijone, edhe e kapshit up, qeverin edhe vësit sa mujshit. A përshë që ka keq me dominum një parti. Por këtu, ju ja këni dhe mundësin. Slavria juaj, e PDK-s, AK-s, e LDK-s. Tash po nisës, nuk pe përmere nisme, sepse u shkrinë PDK. Hajnia ka shkutu hajnia. Nëse nuk o kështu, blerta dele të mantohë. Shkojnë miq? Parlament. Dhe nuk mundem që një parti politike ta shantazhoj administratën e kuvendit. Jo, nuk ka një parti politike. Këtu është partia dhe populli. Janë dy sene të ndryshme. Këtu është partia plus populli që përdon Albin Kurti. Nuk përdon juve. As Ramushin, e as Lumirin, e as Betri Homzën. Po përdon Albin Kurtin. Kështu që kur të mojsh fjalim, të lutem, lezo mire. Nëse ta kanë shru. Nëse ta kanë shru, recitoa, thuje mirë ato që ka e ki këtu, po ato a ki katë. Ja ato li valin veti. Se përstajna këtu, nuk lom. Unë nuk kemi shqitën. As nuk shqitën, as nuk blena. Por këtë arsye flasë realitetin. As që tut në kujna. Për këtë arsye, prapë po thëmë, e flasë të vërtetën. Sepse unë e du popullin tim, unë e du Kosovën tënë. Unë e kom qef, Kosova e me kon një Evropë demokratike. Unë kom qef që Kosova e me pas një parlament evropian. E në kom qef që Kosova ime me pas një parlament slav, komunist, hajnash, kriminelash. Në kom qef. Unë kom qef që në Kosovën e dashër që ligji me funksionu që është duhet. Jo, por dikon po, e por dikon jo. Shkojnë miq? Prandaj, për këtë do të takohemi me sekretarin bashkë me dy kolegët e mi, sepse nuk Është e drejtë jote.
rëndësishme. Të merret peng nga vullneti dhe nështrimi që përvon ta bëjë një parti politike. Po ta ripërsëris edhe një herë, nuk është vullneti një partije, ose një parti që ka marrë peng, nuk e ka marrë peng kërkush, por është një parti që ka 50% popullit. Vesh po ta rikujtoj. Shkolla veç. Faleminderit shumë Blersa. Po. Qërë ky patarica e Hashim Thaçit. Që? Kë pushtet ka rrit. Miq, ky është i shqitun të Hashim Thaçit 100%. Ky nuk e nxjerr prej goje Hashim Thaçin, që përbes ma shumë e përmen Hashim Thaçin se babën e vetë. Për foli me keqardhje, se kom një kur ka përmen babën e vetë. Në asë mirë, Hashim Thaçin po. Hashim Thaçi. E kjo dihet miq që ky është patarica e Hashim Thaçit. Sepse këtë janë këqi, për pas Hashim Thaçi është i mirë, këtë dihet që po rranë është i qare. Zoti Behrami. Ti jeni matrapaz që nuk e di që shpanë toka. Ti e qaj që i ke qujt, i ke ofendue gjithë diasporën. Gjithë ata që i kanë votu Albin Kurtin. I ke krahazu me Miloševićin, i ke krahazu me Ramon Morinën. E ne ty të kena krahazue me Miloševićin. Ja ku ke pru vetën te. Ma matrapaz që ti mu nuk qëtë nonën këtë tokë. Nuk qëtë, ma kriminal se ti, ma rëndës, ma dalëvergjit se ti nuk qëtë nonën këtë tokë mo. Ma shpifës, ma shtifës se ti nuk qëtë nonën këtë tokë mo. Ma njëri poshtër në tokë të Kosovës se ti nuk qëtë nonën mo. E tani ti, gjoja, kinse, e pas ke kry shkollën në Austri. Një student i Austrisë nuk vepron kështu. Një njeri që kryen shkollë, një universitet, sikur universitetet që i ka Austria, nuk vepron kështu sikur ti. Ti e din këta mirë se une. Shkojna meq, mos merrem me këtë falë legjeni. Shkojna. Që ta okupoj jo vetëm zyrat politike. S'kam që a diskutoj këtë temë. Edhe ato zyra që për detyrë dhe për shkrim punë kanë me qenë neutrale. Nuk ka këto deputet të kategorisë. Edhe nërë po ta ripërsëris, personale s'kam kur gjë me ty, në nderum. Gjithmonë po t'akuzoj politikisht, na ke akuzu politikisht po t'akuzoj. Njeri ma gjak prisht se ti nuk ka. Personale s'kam kur gjë që nesër më t'aku më me pje dhe kafe. Edhe prap njëjtë atë fjallë t'i thëmë. Për politik, ma gjak prisht se ti, është probleme gjithë. Si deputet, si analist. Pik. Kështu që mos e merr nga zemra, mos e merr personale, s'kam kur gjë personale me ty, mos e bozët, jo me ty, po me asnjë. Po politikisht, njeri ma të poshtë se ti, është probleme gjithë. Sepse ti nuk qyrë me javit gjakrat, po ti qyrë me shti me bo me derë gjak në Kosovë. Për qëta je i poshtër. Shkona miq? Se po dhe deputet të kategorisë të dytë. Të gjithë jemi deputet, të gjithë jemi të barabartë dhe para zyrës së medjave, çdo grup parlamentar është i njëjtë. Pasues të E ngonë tash mi se dashën. Këtu ja jap përgjigjen Albin Kurti. Ja unë shatë zanër. Unë se Albin Kurti, unë s'kam kur gjë o burë. Po unë du të respektoj vetëm që nuk vjell. Nuk ranë. E mbrojtë Mitrovicën. E mbrojtë tokën e Kosovës. I kthejve 16% territorit. I nxirre rinin, fëmin e Kosovës për i Baltës. Ja ktheve shpresën, ja ktheve rinin, ja ktheve ardhmërin. Nonave jehona, ja ktheve ardhmërin. Misakatove hajnat e kriminalat.
Për ta duhet buri 10. Në atë moment, Albin Kurti, si të ndryshojsh bigën, thujnë të nga fjallë popullore, për bes 5 pare si ja pas për ty. Si del dikush ma mirë se ti, unë Albin Kurti të bëj papa. Deri këtu, ke punu mirë, të thëmë, deri këtu ke punu mirë, jeni e me respektum, ta shetutje, orë këtë tjetëri, që ka ma shumë se ti dije, po punën ma shumë se ti dhe të thëmë papa. Por 4 vjetë. Mas 4 vjetë nëse ti përmisohesh ma shumë, vjen prapë, se për opozitën po flasë. Opozita është loqë. Miqë, shkojmë të dëgjojmë, se ka hala. Vesh tash ti të regoj pse e du Albin Kurtin. E di që për shmurën, po s'kan koja mojnë. Ujnë me piskot së du. Të s'kjedhe sa të dole. Me neve ka marrë fund ajo proga vogël gjykimi madh, e për drejtësinë e kemi vettingun, prokurorinë e re speciale për krim të organizuar e korrupsion dhe sidomos byroën për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme. Kretë këtu është problemi me së dhasha. Problemi ma i madhe në Kosovë, në opozitë është ky. Konfiskimi i pasurisë të jashtëligjshme. Shkojnë amish. Dëshirojmë që të punojmë sa më shumë, por puna ka nevojë edhe për drejtësi. Me neve ka marrë fund ajo proga vogël gjykimi madh, por tash të gjithë ata që nuk mund ta shpjegojnë, arsyetojnë, çish e kanë bërë pasurinë, që nuk ju përputhen të ardhurat me pasurinë që kanë, duhet ta kthejnë në shtetë. Dhe këtu nuk ka kompromis. Edhe veç vonim se shtim s'ka. Ujnë me piskot së dur. E kuptoni? E di valla, edhe unë. E di pasha Zotë edhe unë. Me vjedh nuk bën. E kush ka vjedh do të ndëshkohet, plus do t'i kthehet pasuria shti. Se ajo që ka qenë të gjithëve nuk mund bëhet për dikuj. Se je femën se isha dorë të kisha të shnjerëzu. Goe Blerta Delio se kush je ty. Kjo është Sokol Halili, e njeh shumë mirë, është i Drenicës. Vjen nga Drenica, Drenicak. Do më thonë që unë kam shumë respekt për Drenicën, kam shumë respekt për Drenicak, kam shumë shokë të mirë në Drenicë, në Prekaz. Kam shokë familjar, që jena me to me familje. Nuk kam kur që kënë mos e bozot, Drenica është e jona, ne jemi të Drenicës. Por, ngo mirë, Blerta Delio, kush je ti? Çka thot një Drenicak për ty? Shkojnë amiq. Edhe nuk është veç Drenicak, nuk është njëri i thjesht. Krimë shke bote i qare ti pa dalë. Më kukullesh. Kukullesh. Me thonë, me dalë fotografi me sa me shtokin për të rës, se je femën se isha dalë të kisha që njerëzu. A thu pse? Krimë shke bote, edhe burrjet. Pe ti për kane kam fjollen, e bia dëktareshës, edhe herë si të shra, nga të sa me lushtokit ka me dalë me të shnirëzua. Ja pra mi që dashën, kjo është e vidje për sot, i tregum Blerta Deliut, se kush është Blerta Delio, e kush është Artoni, se Arton Behrami. Kush janë, atjetër nuk e njoft, as mi flasë për to, se një nuk e di, i ri nuk e di, po qati kanali Kokadhaj. Në atë moment që ju kokahin për dhe këtë, qatë kanal Kokadhaj. Shtu që mirë të dashër, unë ju përshëndes nga zemra, opozit, ju përshëndes nga zemra, ju bëj thirrje të jurni gjakat, të bërë një kompromis, zë dhe presidenten, e të ecën për para, mos i knaqin shkijet. Se me këto gjithë që ju e kini po dje, për pos shkive, kërkush nuk u gëzu. Kështu që miq, unë ju lo me një ditë të mirë, me diell, ju përshëndes nga Oslo e Norvegjisë. Respekt për secilin.